E cila do të përcakton shumë për këtë edicion për fatin e këtyre dy skuadrave. Palestra Shaninushi ishte një nga arenat me atmosferën më të zjarrt në edicionin e kaluar të basketbollit kosovar. Për kraja e tifozëve nuk i mungoi asnjëherë klubit të basketbollit Vllaznimi. Megjithatë, gjakovarët nuk arritën ta siguronin mbjetesën në Super League duke rënë në ligën e parë. Mbrojtje e mirë ndaj tij, nuk ka hapësirë dhe njëherë kthehet topin në duart e rënda syl. Por një vendim i fundit i Federatës së Basketbollit të Kosovës u ka dhënë një mundësi të re. Bordi i FBK-s ka miratuar aplikimin e KB Vllaznimit për wild card pasi klubi ka përmbushur të gjitha kriteret e përcaktuara për këtë procedurë. Fillimisht të drejtën për të garuar në elitë kishte KB Drita e Gjilanit, megjithatë klubi Gjilanas nuk i plotësoi kushtet e licencimit për shkak të problemeve me palestrën sportive në Gjilan. Si pasojë, FBK-ja shpalli konkurs për plotësimin e vendit të mbetur vakant, ndërsa Vllaznimi përfitoi nga kjo mundësi dhe do të jetë pjesë e Superligës edhe në edicionin e ri. Pas konfirmimit të qëndrimit në elitë, klubi gjakovar reagoi përmes faqes zyrtare në Facebook, duke lënë të kuptohet se shumë shpejt do të nisë ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri. Kampionati i ri i Superligës së Kosovës në basketboll pritet të nisë në muajin shtator.